Tash e një shekull këto dyert kanë qenë të hapura për shumë nxënës. Por këtë mërkur u hapën edhe për një arsye tjetër. Kjo pasi shkolla Rilindja në Dritan të Drenasit të mërkurën e shënoi ditën e shkollës për të 100 herë. Për këtë, shumë gjenerata u bën sërish bashkë në ambientet të shkollës së parë të Drenasit. Historia e kësaj shkolle është e lidhur ngushtë edhe me historinë e Kosovës. Ndërtimi i objektit të kësaj shkolle filloi në vitin 1923 dhe me punë kryesisht me punë vullnetare të banorëve të fshatit Dritan dhe fshatrave të rreth, dhe mësimi filloi në shtator të vitit 1926. E për një pikë artistike u kujdesën nxënësit e kësaj shkolle. Në këtë ngjarje nuk u harron edhe shkollarët, mësimdhënësit e punëtorët të kësaj shkolle që u vranë në luftën e fundit. Sot, me krenari kujtojnë mësimdhënësit tonë, të cilët nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision. Se mësuesit tonë nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision e dëshman më së miri jeta dhe vepra e mësuesit Fazli Grajçevci, mësues i kësaj shkolle. Se mësuesit tonë nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por kishin mision e dëshman më së miri jeta dhe vepra e ideologut të ushtrisë kombëtare të Kosovës, Pehmir Lladrosi, nxënës i kësaj shkolle. E kujtimet nga banka shkollore i ka të freskëta edhe ish mësimdhënësi Mede Ademi. Ky i fundit me nostalgji e kujton mësuesin Fazli Grajçevci, i cili vdiq nga torturat serbe në burgun e Prishtinës. Gjatë viteve si nxënës, kur kom filluar në vitet 60, 1960 në klasën e parë, kom pasur nderin të jam edhe nxënësi mësuesit Fazli Grajçevci në vitin 1964 ku ka punuar në shkollën tonë Rilindja me Dobroshevs. Si nxënës, pasandej kom qenë edhe mësimdhënës në këtë shkollë, ku kena pas provojë të mira edhe ditë të mira. Ndryshe, kjo shkollë fillimisht i kishte 40 nxënës nga shumë fshatra të Drenasit. E me rritjen e numrit të nxënësve i ushtuan edhe 2 anekse, një me 1961 dhe tjetra me 1981. Ne, vjetori i shkollës Shërbënore Rilindja në Dritan.